Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi sot për hakerimin e të dhënave të disa dosjeve hetimore nga SPAK, duke cilësuar atë një akt të rëndë dhe duke ngritur dyshime për mundësinë që ky incident të jetë rezultati i luftës brenda Partisë Socialiste. Gjatë një konference për mediat, Berisha theksoi se ky mund të jetë një hakerim brenda partisë që ka të bëjë me rivalitetin e grupeve dhe klaneve mafioze të përfshira në politikë. A është hakerim apo vetë hakerim, unë nuk e di. Tani pjesa e parë, por është gjë shumë e rëndë. Do të thonë, o qytetar, të gjitha dhanat tuaja mirren, villen, manipulohen dhe s'kan asnjë siguri. Çfarë është kjo? Është kjo mundet dhe një luftë të brendshme brenda klaneve mafioze të Partisë Socialiste. Tani grupi armiqësor, Xhafa, Pastori, Bushka, Balla, dy tre tjerë, ata duhet të akuzohen me çdo kusht. Me shembull si historia e statuseve të Erion Velis. Statuset ja shkruan te Rama dhe përgjigjen skapi ja jep te Erion Velis. Edhe këtë hakerimin duhen t'ja faturojnë Fatmir Xhafs. E kuptoj unë, aty ke hallin. Përveç hakerimit të dosjeve, Berisha ngriti akuza edhe ndaj policisë, duke theksuar se ajo po dështonte të dërgonte dosjet për hetim në SPAK dhe po përpiqej të mbronte krimin. Ai akuzoi autoritetet se po e pengojnë punën e drejtësisë dhe po i lejojnë të dhënat të manipulohen pa ndërhyrje. Ky tregon çarjen përfundimtare të institucioneve të shtetit mafioz, shtetit narkoshtetit. Kjo tregon se në 83% të rasteve, provat e krimit prishen, manipulohen, përdoren për pazar dhe nuk shkojnë në prokurori. Ky është zbatimi i urdhrit të Edi Ramës. Edi Rama ka urdhëruar institucionet që të mos kenë komunikim me organet e prokurorisë. Dhe ky është një akt shumë i rëndë. Ky reagim i Berishës vjen pas ngjarjeve të fundit ku është raportuar për një ndërhyrje të palishme në të dhënat e dosjeve hetimore nga SPAK, duke nxitur pyetje të mëtejshme lidhur me sigurinë dhe integritetin e sistemit të hetimeve.